Ka nisur procesi i përkatjes së kulturave të Mistrit në Bashkinë Maliq, pas konstatimit të pranisë dëmtuese Diabrottika Virgjifera, i njohur si rrëngrënësi i Mistrit, ndërhyrje paralizuar nga Ministria e Bujqësisë e Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë e Mbrojtjes së Bimëve në bashkëpunim me Bashkinë Maliq, me synim frenimin e përhapjes së dëmtuesit e mbrojtjen e plagimit bujqësor. Në këtë fazë po trajtohen rreth 100 hektar sipërfaqe të mbjellë me misër, duke përdorur dron bujqësor, një teknologji moderne që mundëson spërkatje të shpejta, efikase me saktësi të lartë në zonat e prekura. Nga afër procesin e ndërhyrjes e ndoshin gëzvendës Ministri i Bujqësisë e Zhvillimit Rural, Arjan Jallpllari, i cili u njoh me historinë e punimeve e masat e ndërmarra për mbrojtjen e kulturave bujqësore. Autoritetet bëjnë të ditur se kostot e këtij shërbimi janë të rëndësishëm mbuluara për fermerët, ndërsa monitorimi në terren do të vijojë gradualisht në vazhdim, krahas trajtimit të sipërfaqeve të prekura, do të merren dhe masat e tjera parandaluese për të kufizuar përhapjen e dëmtuesit e për të garantuar një sezon sa më të suksesshëm për kultivuesit e Mistrit në zonën e Maliqit.